Inxhinier, faleminderit shumë për intervistën. Dua të diskutoj me ty një problematikë që kohët e fundit është vënë re nga shumë qytetarë, po ashtu edhe nga mediat lidhur me nivelin e thirrjes. A jemi në prag të një emergjence energji elektrike? Duke parë të dhenat zyrtare që kemi tashmë nga korporata elektroenergjitike shqiptare ose keshi që njohin ndryshe qytetarët, niveli në liçenin e Fierzës, që është le të themi kryesori për prodhimin e energjisë në Shqipëri dhe magazina energjetike, për ta thënë ndryshe, është më pak se 252 metra. Ne kemi një nivel që i quajmë niveli i vdekjes, që është 240 metra. Pra, gati 10 metra, më pak se 10 metra aktualisht, me thënë drejtën, jemi pranë fikjes së Fierzës. Në kushte normale, niveli sot duhet ishte 270 metra. Pra, jemi shumë më poshtë se sa normat që duhet ketë, le të themi, ky liçen për prodhimin e energjisë elektrike. Pra, nëse do vazhdohet me këtë ritëm dhe me sa duket ditët me shi po mungojnë, ne jemi pranë, le të themi, ose jemi gati nisi një krizë e re e energjisë elektrike që mund të jetë qoftë dëm financiar për korporatën elektroenergjitike shqiptare se do detyrohet do ta blejë energjinë dhe është duke bler, pra sot që ne po flasim, keshi po tenderon miliona euro për blerjen e energjisë, por ajo që unë i dua me thënë drejtën është që mund të fillojnë edhe ndërprerjet e energjisë elektrike, se dy gjëra ka, o do blihet shumë shtrenjtë o do ndërpritet energjia. Dhe jo se ne nuk kemi pasur raste në vendin tonë dhe historia ka treguar që kur kemi pasur krizë energjetike, ndërprerjet kryesisht në zonat rurale dhe në qytetet e vogla, kryesisht gjatë dimrit kanë qenë të shpeshta. Çfarë ndodh nëse hidrocentrali i Fierzës fik turbina dhe nuk punon më? Normalisht ne jemi në një krizë energjetike, por edhe ekonomike. Pasi do jetë një dëm jashtëzakonisht shumë i madh financiar. Dhe kjo ka ardhur, unë e them me përgjegjësi të plot, nga keq menaxhimi që i është bërë, le të themi, hidrocentralit të Fierzës, por jo vetëm. Pra, duhet parë kjo punë, le të themi, në kohë dhe afatgjatë. Ne kemi marrëveshje me Kosovën për shkëmbimin e energjisë, e cila sot që flasim nuk funksionon. Pra, nuk funksionon marrëveshje. Pse? Sepse Kosova prodhon energjinë nga termocentrale dhe në çdo moment, le të themi, e ka në dorë vetë prodhimin e energjisë. Kurse ne varemi nga hidrocentralet, pra nga prurjet ujore. Pra po nuk rashi, po nuk pati ujë, le të themi, ne nuk prodhojmë dot energji elektrike. Dhe prandaj është marrëveshja e cila në momentin kur ne kemi nevojë e marrim nga Kosova dhe kur Kosova, le të themi, i del llogaria ekonomike që mos të ndezi tecet në kapacitetin maksimal, ne ja japim energjinë kur ne kemi tepricat energjisë. Por vitet e fundit kjo nuk ka funksionuar fatkeqësisht dhe përkthehet, le të themi, në dëm ekonomik dhe financiar të korporatës elektroenergjitike shqiptare dhe përkthehet në fitim për kompanitë private që merren me tregtimin e energjisë elektrike, sepse në rast të krizash, këto 16 kompani që janë në vendin tonë, këto dalin me bilanc pozitiv dhe keshi del vetëm me humbje nga viti në vit. Inxhinier, kam dy pyetje këtu. Së pari, a mendoni që ka ardhur koha për një rishikim të mënyrës se si faturohet energjia elektrike në Shqipëri? Dhe e dyta, së fundmi është rritur energji elektrike për makinat që funksionojnë me energji elektrike. Do ta ndajmë. Për sa i përket pjesës së familjarëve, abonentëve familjar, ne në Shqipëri sot e kemi çmimin fiks. Jemi ndër vendet unike. Nëse ti e përdor energjinë si në mëngjes, si në mesditë, si në mbrëmje, pagon 11.4 lekë çmimin e 1 kWh. Po të marr rastin e Kosovës, në Kosovë pagojnë me 4 fasha orare, po 2 janë fashat kryesore. Për ta thënë shkurt, kemi çmim dite, çmim natë. Çmimi i 1 kWh ditën është 7.1 lekë afërsisht, kurse natën 3.4 lekë. Pra për të njëjtën sasi, për të njëjtën pajisje që ne mund kemi në Shqipëri, ne do pagojmë shumë më tepër se sa vëllezërit dhe motrat tona në Kosovë. Pra në Kosovë është çmimi i energjisë më i lirë se në vendin tonë dhe ta mendosh, në Kosovë prodhohet nga termocentralet, është edhe kosto e qymyrit e gjitha me radhë. Kurse ne kemi nga hidrocentralet dhe prap ne i faturojmë qytetarët tanë, prindrit tanë, gjyshrit tanë, por edhe ne vetë shpeshherë me një çmim shumë të lartë. Dhe kjo është e realizueshme dhe duhet bërë. Pra absolutisht është e realizueshme. Arsye pse nuk e bëjmë këtë nuk di ta them.
Inxhinier, kjo ndarja bëhet si pasojë që të mos ketë probleme dhe mbi kërkesa, pra edhe për mbi kërkesë rrjeti, pra pse duhet ndarë me fashionarë? Ka dy benefite. Benefiti i parë ka të bëjë me shpërndarjen e ngarkesës. Në momentin që ne kemi një çmim, pak rëndësi ka kur ti vendos elektroshtëpiake, pra sobën, lavatriçen, dushin e gjitha me radhë, sepse çmimin e ke po një lloj. Dhe nëse do kishte çmim dite, çmim nate, shumica e njerëzve do t'i vendosnin, le të themi, bojlerin, lavatriçen, po dhe gatimin, pse jo, natën, pse do kursenin, le të themi, gjysmën e tarifës që pagojnë sot. Dhe nga ana tjetër, bizneset e marrin ditën, se janë punë natën kryesisht, le të themi, janë fikur, bëhet një balancim i rrjetit, pra nuk ngarkohet rrjeti. Pra kjo është benefiti që do kishin korporatat elektroenergjitike, ose SHE-ja, ose TE-ja, le të themi, e gjitha me radhë. Por kemi edhe përfitimin ekonomik, pra për qytetarët. Pra është win-win nga të dyja palët dhe ka ardhur momenti që kjo duhet bëhet me patjetër në vendin tonë. Inxhinier, si e pat këtë rritjen e energjisë elektrike për makinat elektrike? Tani do ta ndajmë pak, sepse ka një keqkuptim shumë të madh në rrjet. Do ketë një rritje të çmimit për karikimin e makinave elektrike, kryesisht flotave të taksive, në këto stacionet e karikimit që janë nëpër rrugë që kanë këto biznese. Nuk do ketë rritje të çmimit të energjisë për atë qytetarin që ka një makinë elektrike në shtëpinë e vet. Pse? Sepse ai mund ta marrë nga sahati që ka nga kontrata aktuale nga shtëpia, ose edhe nëse ka bërë lidhje apo stafat për këtë punë, për karikimin e makinës elektrike. Nëse dhe ky klient, një qytetar, do ta karikojë makinën për 20 minuta, pra do fast charger dhe fuqia instaluar do jetë mbi 11 kW, në këtë moment ai do preket nga rritja e çmimit të tarifës së energjisë. Në kushtet aktuale që është, njerëzit mos ta vrasin mendjen, pasi nuk do t'i rritet çmimi i energjisë elektrike. Pra është vetëm për pjesën e taksive. Se ka, le të themi, ose në rrjet ka qarkulluar dhe zgjente rrjeti dhe thoshin do rritet çmimi i biletës, pra tarifa që pagojmë për pjesën e transportit. Nuk është e vërtet, pasi nuk e rrisin dot çmimin. Nuk e rrisin sepse këto taksit janë të licencuar dhe çmimi caktohet dhe miratohet nga Këshilli i Bashkisë, nga bashkia. Dhe nëse e rrisin çmimin, i bie që t'i hiqet licenca. Pra përsëri këto kompani janë të mbrojtura edhe me çmimin, do rritet, pra mund të jetë një tarifë e shtuar, por përsëri nuk është aq e madhe sa të justifikojë rritjen e çmimit të energjisë, sepse edhe kur është rritur çmimi i hidrokarbureve, nuk është rritur çmimi i biletës. Pra për taksit me hidrokarbure, me naftë, me benzinë e me radhë. Por unë e shikoj, le të themi si pozitive këtë, pra e shikoj nga ana teknike, nuk e shoh si qytetar, si përdorues, pasi këto taksi janë shtuar shumë dhe humbjet dhe disbalancet që i shkaktojnë sistemit elektroenergjetik këto taksi janë shumë të mëdha. Dhe çfarë janë humbjet? Janë ato humbjet që pagojmë unë, ju dhe të gjithë qytetarët. Pra humbjet e energjisë elektrike. Pra dikush do t'i paguaj atë. Pra unë tani nuk kam pse të paguaj humbjet e një biznesi që mund të ketë 300 apo 500 taksi. Pra duhet i marri parasysh ose t'i mbuloj vetë. Dhe unë kam dhe sugjerimin tjetër që këto biznese, nëse duan të kursejnë, të vendosin panele fotovoltaike në ambientet e bizneseve tyre dhe t'i karikojnë vetë taksit elektrike. Inxhinier, ne kemi parë shpesh, sidomos në Tiranë, sërë që ngrim kokën lartë, shohim merimanga, telash, shohim këtë interneti, shohim edhe elektrike. Pse akoma nuk kemi një lloj menaxhimi të mirë të këtyre linjave dhe a ka ardhur koha që të bëhet një plan i mirëfill që të mos kemi më tela të varur nëpër kokët tona? Në vitin 2025 është absurde dhe unë e them me bindje të plotë është turp që një qytetar të ketë në ambientet e sheshpushimeve të pallateve, në rrugica, në lagje, nga këto telat, fibrat optike të varur, si ju e thatë me drejtë si rrjeta merimangash, po shpeshherë janë edhe kabuj ABC, kabuj elektrik. Dhe kjo vazhdon edhe tek pallatet dhe ndërtimet e reja. Pra është absurde. Dhe kjo nuk zgjidhet me nga ana e individëve, e qytetarëve, por edhe këtyre investitorëve. Kjo duhet bërë me ligj nga ana e institucioneve. Pra duhen hequr gjitha dhe të jenë nën tokë. Pra duhet, le të themi, një vullnet dhe një plan për ta realizuar këtë problem estetik, por edhe teknik.
Se imagjinoni një moment këputet e kabullit dhe të bjeri në shesh pushimin e një pallati që mund të jenë fëmijë duke luajtur. Pra, për pjesës estetike, kjo shpeshherë është edhe rrezik për jetën e komunitetit. Por me sa duket, do duhen edhe shumë vite në vendin tonë, nëse do t'i vi dita që këto të hiqen, pasi në djenin time askush nuk e kanë plan që të ndërmarrë masa afat shkurtra që të rregullohet ky problem. Kam dhe pyetje fundit, jo më larg se ditën e djeshme ndodhi një aksident ku një makinë u përplas me një shtyllë elektrike, ku sipas ai humbi jetën dhe shoferi. A mendoni që ka ardhur koha që të rishikohet vendosja e këtyre shtyllave përgjatë rrugëve, po themi rrugëve të makinave? Për sa i përket shtyllave elektrike, absolutisht duhen marrë masa, kryesisht në zonat e banuara nuk duhet të jenë fare. Ne kemi në Tiranë, në qytet që ka një mbi popullim të shtim të njerëzve në momentet e caktuara të ditës, kemi akoma shtylla, që janë shtylla betoni ose dhe heguri shpeshherë, dhe janë telat e varur ose telat e zhveshur alumin qelik që mund të këputen dhe mund t'i bien dhe qytetarëve. Dhe shpeshherë bën edhe burim aksidenti sepse mund të jetë në rreth të rrugës. Kemi probleme ku qytetarët shpeshherë nuk kalojnë dot tek pjesa e trotuarit sepse në mes trotuarit kemi dhe shtyllë. Pra, qytetari o do kaloj, do heci mbi bar ose do heci në rrugë. Pra, mund të ruhet, le të themi, mos shkeli barin, por mund të rrezikojë ta shtypi makina. Dhe për këtë arsye ka me qindra raste që shpeshherë qytetarët i ngrenë si shqetësim, por askush nuk merr masa. Pra në zonat urbane këto linjat dhe shtyllat duhen hequr dhe duhet të jenë gjitha nën tokë. Por shpeshherë edhe në fshatra, në zona rurale, kur është mundësia, pra shtylla mund të spostohet nga rruga, pra të paktën 1,5 metër, 2 metër, por shpeshherë i vën në rreth të rrugës që shpeshherë makinat mund përplasen dhe mund të bëhen burim aksidenti. Së fundmi, kemi pasur disa djegje shtëpiash dhe po themi ka pasur dhe viktima. Çfarë bëjnë gabim shqiptarët në momentin që ndërtojnë një shtëpi? Pjesa më e madhe e shqiptarëve fatkeqësisht i ka instalimet elektrike në banesa gabim. Nuk kanë automat diferencial atë salvavitën, nuk kanë tokëzim dhe pothuajse të gjithë nuk kanë sensor kundër mbrojtjes në rast të zjarri ose sinjalizimi. Pra në shtëpi nuk ekziston ky koncept. Pra unë mundohem i them klientëve, i them qytetarëve, vendosini sensorët e zjarrit, i duket si gjë koti kur i them. Në momentin pastaj kur i digjet shtëpia, thon o bobo. Pra duhet vi momenti që edhe tek ne, si është në Gjermani, si është në Angli, si është në vendet perëndimore ku ne aspirojmë të shkojmë, të bashkohemi, duhet që të ketë sistem të mbrojtjes kundër zjarrit. Pra duhet marri fund kjo te ne, sepse ne mjaftohemi, hase nuk na gjen gjë ne, hase s'ka gjë kjo dhe më pas na digjet shtëpia, na digjet biznesi, por edhe ka pas raste në vendin tonë që kanë humbur edhe jetën nga neglizhenca. Dhe nuk kushtojnë këto shumë. Pra nuk kushtojnë shumë, sepse është absurde. Blen televizorin 65 inch një qytetar 2.000 euro dhe kursen 500 euro apo 400 euro tek mbrojtja e sistemit elektrik që e bën një herë në 20 apo në 30 vite. Pra, kjo ka të bëjë me kulturën dhe me pjesën e mungesës së ligjit. Pra, sepse ne nuk kemi certifikim dhe kolidim të impianteve elektrike në banesa civile, në shtëpitë tona. Të gjithë qytetarët që po na ndjekin, a e dini ka në rregull instalimet elektrike apo jo? Pra ka ndonjë dokument, ka ndonjë certifikim në kolidim? Zero. Si rregull duhet të kenë? Po duhet të kenë, patjetër, por sot ligji nuk e parashikon. Pra ne nuk e kemi një ligj sot që të bëj kolidimin e instalimeve civile në shtëpi. Dhe për këtë secili prej nesh e di, sepse nuk besoj se i ka ardhur ndokujt ndonjëri ti kontrolloj pjesën e instalimeve elektrike në shtëpi. Janë në rregull apo nuk janë në rregull? Përveç se në fund të çdo muaji ose një herë 2 muaj që vjen faturisti që ti faturoj sa energji ka konsumuar, që të paguaj lek. Pra kur vjen puna për të marrë lek për qytetarët, vinë. Pas kanë mundësi. Kur vjen puna për sigurinë që duhet t'i garantojnë çdo qytetari, nuk e çojnë as projekt ligj, as një gjë dhe ne flasim për të njëjtat gjëra, le të themi pas çdo rasti fatkeq që ndodh në familjet shqiptare. Inxhinier, faleminderit shumë. Faleminderit.